محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, lidhjen tonë me Allahun fuqiplot duhet ta bëjmë aq cilësore, sa që çdo detaj të asaj lidhje, çdo vepër, çdo ritual, çdo ibadet duhet ta përjetojmë. Në të vërtetë ato janë obligime dhe janë detyrime, edhe janë edhe ngarkesa edhe barë, gjithsesi. Mirë po, kur e merr njeriu me shumë dashni, atëherë s'ka dyshim se të gjitha ato, sa do të rëndat edhe të vështira që t'jenë, sa do serioze që t'jenë, ato i bën edhe i kryen me kënaqësi, edhe unë mendoj se me kalimin e kohës, pikrisht ajo kënaqësia e përjetimit të veprave të mira po na mungon. A në të vërtetë Allahu i madhruar ju ka dhënë mundësi njerëzve që me përjetu kënaqësi të shumë fesht kur janë pyetje veprat e mira. Kënaqësia e parë është kur e kryen njëri veprën e mirë, tjetra është sa herë të kujton se ka bërë mirë, edhe e treta ajo më e madhe mbetet me u pa dhe me u përjetu në ditën e gjykimit, kur secili do të përballet edhe do të kënaqet edhe do të gëzohet me ato shpërblime të mëdha që Allahu i madhruar i ka përgadit për vepër mirat, qoftë për ata të cilët i çojnë në vend obligimet, qoftë për ata të cilët përmbahen prej ndalesave, qoftë për ata të cilët i kryejnë ibadetet në mënyrë obligative ose vullnetare, qoftë për ata të cilët mirësjelljen e kanë pjesë të identitetit në jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vinte koha e namazit, i drejtohej muezinit të vet, Bilalit, i drejtohej me udhëzim ose me urdhër për ta bërë ikametin, edhe i thonte erihna biha ya Bilal, na e jep mundësin të kënaqemi me namaz o Bilal. Pra nuk i thonte bëje ikametin, edhe pse ajo kuptohej, po i thonte na e jep mundësin që të kënaqemi me namaz. Dhe këtë mesazh që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krahas edhe atij mesazhi tjetër në cilin flet edhe thot wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salah, kulminacioni i kënaqësisë sime është bërë në namaz, realisht secili prej neve do të me u përpjek me e përjetu. Është sfidë gjithsesi, ne tonë jemi dëshmitar, nga njëra ankohemi edhe themi valla një kohë më herët, ose në kohën e fillimit, dikush që ja ka nis me vonesë me u fal, thot në kohën e fillimit e përjetojsha namazin më mirë, që tash diqysh mu ka bërë rutinë. Ndërsa kjo na ndodh për shkak se kalon për një mend në lëvizje rutinore, edhe harron që sa herë të bëhesh gati për namaz, qoftë me e falë në shpe, ose nisesh me shku në xhami, ose kështu me radhë, ti dush me u ndiq shumë i nderuar edhe shumë i privilegjum, se je të shku në takim me Allahun fuqiplot. Krijuesi i gjithësisë po të pranon takim, edhe ta ka mundsuar në mënyrën më të lehtë, çu vjen ty më lehti me u taku me te. Edhe nuk është vetëm namazi. Është namazi, është agjërimi, është zakati, është haxhi. Të gjitha këto janë vepra të cilat i bëjmë për hir të Zotit, e për cilat Allahu fuqiplot ka përgatitur shpërblime shumë të mëdha, të paimagjinueshme për vete, e që në të vërtetë është mirësi e madhe, është begati e madhe që ty, pikërisht ty, Zoti ta ka mundsuar me i bë këto vepra. E njëjta gjë është te dhënia në rrugën e Allahut fuqiplot. Zeqati, sadakaja, kurbani, e patëm kurban bajramin, edhe nga njerë njerëzit flasin, sa e pagove ti kurbanin, ma lirë, ma shtrejt, kaq, ishin shtrejtu. Besimtari nuk do të me bo kësi biseda, jo në kuptimin e shpërdorimit të parasë dhe të pasunis. Mirë po, sa do që të paguish ti për veti jetu e pagu.
Do thonë ato çka e pagun, ato çka e jep. O ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Allahu thotë çka do të të jepni për mirësive, te Allahu keni me gjetë. Edhe kurbanin, edhe sadakan, edhe ndihmesën që ja bën tjetrit, madje edhe atë shpenzim që ti e bën për vetë edhe për familjen tonë. Sa ajo është sadakaja më e mirë. As ato s'do të me e kajt. As ajo s'do të me të dhimt. Pse? Kur të kish njetin të rregullum, për çka jeton, për çka vepron, për çka punon, për çka zgjohesh në mëngjes, për çka bjen mramje në gjumë për me fitu energji të reja. Do të thonë e ki të qartë për çka po jeton, pastaj çdo vepër që e bën me motivin e rregullum, e bën me kënaqësi, se pret që Allah i madhruar me të shpërbly. O kon njëri prej gjeneratave të hershme të muslimanëve, kur i ka trokit dikush në derë për me lyp, ose kur ju ka anku dikush, ja ka parashtru një hall dë vetin, me shpresë se ky ka me ndihmu, ky është ndi aq i lumtur, sa që i ka thonë, unë ty të kam bargjë, i ka thonë ati nevojtarit, unë ty të kam bargjë për arsye se ti je ai argati jem i cili paret e mia, veprat e mia, sevapet e mia i çon deri te peshorja ime në ditën e gjykimit. Do thonë këtu të jap ty në dunja. A i keni pa ato transaksionet e ndryshme që bëhen nëpërmjet kompanive të ndryshme, filoni i shtim paret në Gjermani, mas 2 minutave ti i merr në Mitrovic. Është një shërbim shumë i mirë, ja u ka lehtësu jetën njerëzve. Para mendo ti i shtim paret këtu i merr në ahiret. Allahu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pranon sadakan e vet, edhe e rrit me njëherë, e shumë fishon me njëherë, e fuqizon me njëherë. Edhe Allahu kur e merr përsipër me të shpërbly, Allahu të shpërblen edhe në dunja dhe në ahiret. Kështu që ai i ka thonë atij, ti ma po halal që je detyru me ardhë me lyp të unë, mirë po në ty të kam bargjë për arsye se ti paret e mia dhe vlerën time, ti po e barë deri te peshorja e veprave të mia në ditën e gjykimit. Ibn Abbasi radiallahu anhuma, Ibn Abbasi, Abdullahu, i biri Abbasit, ka qenë djali i mixhës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri shumë i madh, një njeri shumë i ditur. Ai ka thonë, janë disa personave të cilëve kur në jetën time nuk muj m'ja u kthy nerën. Ai i cili më jep selam i pari, ai i cili malshon vendin kur hini me xhles e kështu me radhë, po njërin prej atyre që e ka përmend, neve s'na e kish marrë mendja me thonë ashtu, ka thonë edhe një njeri i cili e ka pas një hall, e ka mendu gjithë natën, kujna me aqajt atë hall, thotë i kom ranë mend unë. Edhe ka ardhur në mëngjes edhe ka thonë o burre, kam një hall apo më man me te i kalu, thotë që ti njeri kur njetë s'muj m'ja kthy nerën. Pse? Për arsye se ja ka kriju një mundësi, ky mundësi ti ka pas. Edhe plot njerëz mundësit i kanë. Ju ka dhënë Allah i madhruar pare, pasunie, begatije të ngjashme, mirë po pa u paraqit nevoja e dikujt ti s'po din çysh me e bë investimin e duhur, cilit kimi apo hajrin prej momentit që t'japësh e deri në ditën e gjykimit, deri në momentin kur do të me e fitu statusin e xhenetliut. Në të gjitha këto, ai shpërblim ka me qenë i pandashëm për ty. Ai thot ati s'muj m'ja kthy nerën për arsye se është bë sebeb që unë me fitu. Në rrugë vllazën, Allah i madhnum e përmendën në Kur'an një gjë interesante, lexojeni. Në surën Tauba e përmend Allahu çndrimin e besimtarëve, edhe e përmend Allah i madhruar çndrimin e atyne që besimi nuk kalëshur rojnë në zemrat e tyne. A flet për një kategori, për kategorinë e beduinëve. Pra pe beduinëve ka burra të mirë edhe besimtar të mirë, pe beduinëve Allahu thot ka burra që nuk i ka gdhend besimi, se s'ka depërtu çysh duhet, edhe thot disa prej tyne atë çka duhet me dhon për hir të Zotit, qoftë zekatin, ose kurbanin, ose sadakan, ose me shpenzu parët për me shku në haxh, thot e përjetojnë si gjob, e përjetojnë si ndëshkim, e përjetojnë si, mos me thonë, si zhvatje. Kjo është problem, kjo është shumë problematike me e përjetu, për shembull, zekatin si gjob, se njeri masane i këshyrë qysh me i ik pagesës gjobave. A me e përjetu zekatin si ibadet, leqë si ik, po me kënaqësi, me zipret, me ardhë koha për me dhënë zekatin prap.
Edhe nuk këshyr me minimizu ato që do të me dhonë, po këshyr me eshtu. Edhe thot ka të atil, e që kjo menoj se do të neve me na interesu, thot, jettehidhu ma yunfiqu qurubatin inda Allah. Ato që e jep, ato që do të me e dhonë. Kretë këto që ka i përmendëm. Po këtu mundu me ishti edhe këtë vepra tjera, edhe namazin edhe tjera. Thot, ato që ka e jepin, e konsiderojnë si mundësi për me u afru tek Allahu fuqiplot. Para me ndo tash, me i dhonë 2 euro afrosh tek Allahu për 2 euro, me i dhonë 10 për 10, po me i dhonë 200, 1000, 2000, do më thonë, besimtari kër e konsideron që shtu mundësi të afrimit tek Allahu fuqiplot, nuk i dhimse. Prap nuk po flasas, nuk po bëj thirrje për shpërdorim, të ndërruan vllazën, të jemi të kujdesshëm. Allahu e ka caktuar zeqatin me një sasi të kufizuar. Shej nuk e lën zeqati sa do të më dhon njëri. 2.5%. Me pas 40.000 euro jep 1.000 euro. Si 40.000, si 39.000, të paktën nëse 1.000 ja ke dhënë Allahut, edhe i ke investuar ti me u afru tek Allahu fuqiplot, ai din sa ke fitu. Do thonë pak është, nuk ka thonë Allahu me e dhon 1/5, as 1/4, as gjysën. 1/20, 2.5%. Po se cilin ibadet, se cilin vepër të mirë, do të me e konsideru si mundësi të afrimit tek Allahu fuqiplot, e ai i cili afrohet Allahut, përfitimet janë të panumërta. Se si mbetet Allahu i madhruar kërkuj barç. S'ka njeri mi këtë tokë, që Allahu dikujt i ka mbet barç. Na ka dhënë Allahu pa e meritu. Na ka dhënë Allahu pa lyp, na ka shpërbly Allahu pa bona na i sen. Njerëzit pse japin zeqat, nuk jep secili zeqat. Jep dikush që e ka arrit një sasi të caktuar. Derisa të mos e arrin çato të pasunis, si bëhet borx zeqati. Do të thonë Allahu ja ka dhënë hala pa dhënë ky zeqat. Hala pa bëj investime. Po në shenjë falënderimi masani njëri e shton pasuninë e vet, duke e përdor në synime fisnike, me ja rregullu vetë jetën, me ja rregullu familjes jetën, me ja rujt dinjitetin, po pastaj edhe me investu për të ardhmen, sidomos për ahiretin, se aty është ajo ardhmja kryesore e cila s'do të ketë fund masandej. Allahu i madhruar na e mundsoft që gjithë veprat e mira me e gjetë edhe me e përjetu shijen e tyne dhe ëmbëlsinë e tyne, të mos na shndrohen në rutinë, të mos i konsiderojmë si gjoba, si detyrime, si gjona të rënda, po t'i bojmë me kënaqësi, me gjithë seriozitetin që kanë. Kërkush nuk e mohon. Nuk është lehtë me i fal 5 kohë namazit gjithë jetën. Mirë, po është kënaqësi e madhe, edhe këtë duhet ta përjetojmë ne kësaj. Allahun e madh e lut që të na falet, na mëshiroj të gjithëve, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje prej Allahut për vete edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe ajetet e Kur'anit, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe citatet e dietarëve dëshmojnë se besimi, përjetimi i brendshëm është ai që në të vërtetë secilit i jep kënaqësinë e vërtetë. Edhe dikush prej tyre ka thonë nganjëherë sa shumë i përjetoj gjana, sa që duket se po duhet flutur. Tjetëri ka thonë me e ditë zullum qarë, çfarë kënaqësie përjetojmë na, ishim mundur të kohë na rrëmby prej zemrave. Pse ndodh kjo? Edhe kur ndodh kjo? Kjo ndodh vetëm atëherë kur njeriu është i lidhur qysh duhet me Allahun fuqiplot. Allah na mëson se këtë lidhje me jetësu ashtu qysh është kënaqësia e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده ونحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم رد على المسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله